Në javët e fundit, kompania ODMC Albania, filiali shqiptar i një kompanie serbe, është prezantuar si agent i kompanisë telefonike One për mbledhjen e borxheve të akumuluara nga abonentë të ndryshëm në vendin tonë. Ju keni 10 ditë kohë për të shlyer detyrimin e prapambetur. Në të kundërt, do të përballeni me pasojat ligjore. Një shkresë e tillë ka mbërritur në adresat postare të qindra abonentëve shqiptar të One Albania, një pjesë të cilëve as nuk kanë qenë në dieni për detyrimet ndaj kompanisë telefonike. Kompania One në pronësi të shoqërisë hungareze 4IG nuk rezulton të ketë bërë njoftim publik për kalimin e debitorëve të pretenduar tek ODMC Albania, ndërkohë që qytetarët janë të hutuar nga këto shkresa. Një pjesë e mirë e tyre thonë se kanë tentuar të kontaktojnë kompaninë One për ta pyetur nëse kjo situatë është e vërtetë, por operatorët që ngrenë telefonin në numra papagesë nuk janë në gjendje të japin sqarime të sakta. Kompania ODMC Albania thot zyrtarisht në shkresë të shpërndarë për abonentë të ndryshëm telefonik se kanë nënshkruar me shoqërinë One Albania. Kontratën e çedimit dhe transferimin e të argëtuarve numër 2131 në datë 25 korrik 2025. Sipas kësaj kontrate, ODMC thot se ka fituar të drejtat si kreditor i ri, duke zëvendësuar kreditorin e vjetër One Albania. Në bazë të marrëveshjes mes dy kompanive private, tashmë i takon ODMC-s që të argëtoj detyrimet e prapambetura ndaj kompanisë One. Në parim, kontratat e çedimit janë një praktikë e hapur gjërësisht, sidomos në radhë të kompanive të mëdha. Logjika e funksionimit të tyre është pak a shumë e tillë. Kompanitë e mëdha, të cilët numërojnë debitorë të ndryshëm, si për shembull bankat, shmangin procedurat e gjata ligjore e gjyqësore për të mbledhur të ardhurat e tyre nga debitorët që nuk shlyen detyrimet në kohë. Në këto kushte, ato nënshkruajnë marrëveshje ose kontrata me kompani të tjera të specializuara në mbledhjen e borxhit. Këto të fundit blenë me një kosto më të ulët kredite kompanive të mëdha ose bankare dhe më pas ndjekin procedurat ligjore për rikuperimin e tyre nga debitorët që janë në vonesë për shlyerjen e detyrimeve. Një marrëveshje e tillë ngjan dhe ajo e nënshkruar mes ODMC-s dhe One Albania. Kompania telefonike për të shmangur proceset e shumta ligjore me klientët e saj që nuk kanë shlyer detyrimet, ja ka kaluar këtë të drejtë kompanisë me kapital serb. Për momentin, nuk është e qartë se sa është numri i debitorëve dhe sa ka paguar ODMC Albania për blerjen e borxheve që klientë të ndryshëm i kanë shoqërisë telefonike One Albania, pasi marrëveshja mes të dyjave është mbajtur konfidenciale. Blerja e borxheve ka qenë një kategori e njohur tregtare që në kohën e Perandorisë Osmane. Në atë kohë ata quheshin Miltazim. Shoqëria ODMC Collection Albania është regjistruar në Shqipëri në mars të vitit 2023. Objekti i veprimtarisë së saj është ofrimi i shërbimit të argëtimit të detyruar të prapambetur borxheve të këqija të kredive të ndryshme, individëve, personave fizik dhe juridik të shpërndarë me dhe pa vendim gjykate. E vendosur me selinë në pallatit Arles, pranë zonës së 21 dhjetorit në Tiranë, kompania është në pronësi të shoqërisë serbe ODMC Collection Beograd. Përfaqësuesi i saj kryesor është sipërmarrësi nga Beogradi, Marin Kliko. Në Shqipëri, ODMC Albania është në administrimin e juristes Magdalena Lena. Avokatja shqiptare Lena rezulton se ka një partnership të konsoliduar me subjekte serbe, pasi ajo rezulton aksionere me 20% në studion ligjore VP Legal, e hapur në vitin 2023 në ortak të maxhorancës 80% me selinë në Beograd. Shkresat e përgatitura nga ODMC Albania për debitorët e pretenduar ka një gjukë të kuruar dhe të shoqërosur, një metodë me sa duket funksionale për të mos rënduar psikologjikisht personat që detyrohen borxhe të tilla. Shoqëria ODMC Albania ju kërkon të përmbushni detyrimet brenda 10 ditëve nga marrja e këtij njoftimi. Ju mund të kryeni pagesën pas një kosto shtesë në numrat tanë të llogarisë. Thuhet në dokumentat që kanë nisur të mbërrinë në adresat postare të qytetarëve të ndryshëm shqiptar. Më tej në njoftim thuhet se në rast mos përmbushje të detyrimit brenda afatit ju bëjnë me dije se do të ndihen të gjitha procedurat ligjore, duke u drejtuar organeve gjyqësore dhe ekzekutuese. Shkresat mbyllen gjithsesi me fraza pak a shumë paralajmëruese, por aq sa mund të quhen të tilla. Është e rëndësishme të theksohet se në rast mos përmbushje të detyrimit brenda afatit djeditor mund të rezultojë në shpenzime shtesë, duke përfshirë tarifat e ndryshme gjyqësore. Kërkesat e para tashmë kanë përritur në adresat e shumë abonentëve të konsideruar debitor dhe menjëherë kanë nisur ankesat e para. Numëri telefonatash dhe mesazhesh elektronike kanë bërritur në llogarinë e kompanisë One. Një pjesë e rëndësishme e listës së debitorëve të supozuar rezulton se janë krijuar në vitin 2024. Kjo nuk duket se është rastësi. Në vitin 2022, kompania telefonisë celulare One nisi procesin e përthithjes së kompanisë që funksiononte kryesisht për telefonin fikse Telekom.
Procedura zgjatën gati 2 vjet dhe në vitin 2024 të gjitha setet teknike dhe abonentët e telefonisë celulare u regjistruan në llogaritë të One SHA. Në përfundim të procesit të përfithjes, kompania One njoftoi abonentë të ndryshëm, kryesisht ata me kontratë që përfundonin marrëveshjet e mëparshme që qytetarët kishin për shërbim celular me One. Gjatë kohës, kjo e fundit ishte pjesë e Alp Telekom. Klientët u ftuan që të nënshkruanin kontratat e reja me One, ndërkohë që numrat e tyre nuk ekzistonin më. Gjithashtu abonentët u njoftuan se nuk kishin detyrim për të paguar edhe pse kontratat e tyre mbaronin kohë më vonë. Me këtë lloj pakti, shumë abonentë Alp Telekom One kaluan si klient të One SHA. Pakti duket se është respektuar deri në vitin 2026, pasi abonentët kanë vijuar të paguajnë faturat mujore të telefonit pas një lloj penaliteti. Por tashmë, shkresat që u kanë bërritur nga ODMC Albania për të paguar detyrimet të mbartura ndër vite duket se kanë krijuar shkënjim, dhe pse jo, ndjehen edhe të pashtruar. Të bindur se janë treguar korrekt me pagesat, abonentët tashmë do të duhet që të paguajnë borxhe, për cilat jo vetëm që nuk kanë qenë në dieni, por dhe me faturë më të kripur, në rast se nuk shkryen detyrimet, që u thonë se kanë tek One për një periudhë 10 ditore. Historia e shoqërive financiare që mbledhin borxhe për llogari të kompanive të mëdha është sa e re aq edhe problematike në Shqipëri. Me një ekonomi tregu që u konsolidua disi pas fillimit të viteve 2000, zhvillimi i këtij sektori është shoqëruar me skandale të mëdha. Në shtator të vitit 2010, kompania Debt International Advisory, me seli në zonë offshore, ishujt e Virgin britanik regjistroi filialin e saj në Shqipëri të emëruar Dia. Administratori i saj ishte Kastrioti Ismailaj. Kompania Dia nënshkroi kontratë me kompaninë çeke ÇEZ, e cila zotëronte në atë kohë sektorin e shpërndarjes së energjisë elektrike në vendin tonë. Sipas kontratës, Dia merrte përsipër që të mbritte borxhet që abonentët shqiptarë kishin kompanisë elektroenergjitike, si dhe në këmbim do të merrte përqindje për shumat e rikuperuar, si dhe tarifa suksese. Një hetim i zhvilluar nga Prokuroria e Tiranës në vitin 2015 zbuloi se ky bashkëpunim ishte bazuar në një mashtrim gjigant financiar me dëm të konsiderueshëm për buxhetin e shtetit, i cili e rimori në kontroll kompaninë publike të shpërndarjes së energjisë elektrike. Administratori i Dia, Kastriot Ismailaj, u dënua më vonë me 12 vjet burgim, ndërkohë që prokurorët shpallën në kërkim në atë kohë 2 nga drejtuesit kryesorë të kompanisë ÇEZ në Shqipëri. Në vitin 2025, Prokuroria Shqiptare zbuloi një tjetër rast të dyshuar mashtrimi masiv ndërmjet shoqërive që merren me rikuperimet e borxhit. Disa kompani mikrokrediti, përfshirë MCA dhe Final, për vitit 2019, kishin nënshkruar kontrata me disa banka të nivelit të dytë për të mbledhur kredite këshia nga klientë ndryshëm, të cilët prej vitesh nuk paguanin këstet. Marrëveshjet mes bankave dhe kompanive të mikrokreditit duket se ishin brenda ligjit dhe logjikës të tregut. Për zbatimin e praktikë e asaj marrëveshje rezultoi një skemë dyshuar gjigante mashtruese. Kompanitë e mikrokreditimit kontaktonin kreditorët e këqij të bankave dhe i shtrëngonin që për shuma minimale të lidhin kolateral pasuri me vlerë shumë herë më të lartë, ose i detyronin që të nënshkruanin kontrata të reja me ta me kushte as pak të favorshme. Në përfundim, në rast se kreditorit nuk ishin në gjendje të shkryenin detyrimet, kompanitë e mikrokreditit, MCA dhe Final, e bashkëpunëtorët të tyre, u sekuestronin, u nxirrin në ankan dhe i blinin po vetë pasuri që te kalonin me shumë fish vlerën e detyrimit. Viktimat të kësaj skeme mashtruese besohet të jenë mijëra shqiptarë.